këto përmbytje ndoshta do duhet shumë kohë për rekonstruksionin dhe rehabilitimin e tyre për të bërë të jetueshme, edhe nga lidhjet e mëparshme, siç thanë edhe banorët, një pjesë kanë vendosur që të largohen për shkak apo të largojnë familjarët e tyre për shkak se është e pamundur që të jetohet në ato banesa të cilat janë totalisht të pushtuara nga uji dhe tashmë ato le të themi në shenjë revolte, por ndoshta edhe për të kërkuar llogari mbi këtë situatë të paprecedent. Po i drejtohen institucionit të Bashkisë së Durrësit, bashkisë e cila le të themi ka detyrën për menaxhimin. Paktën kryetaria e Bashkisë së Durrësit, Emiriana Sako, në deklaratat e saj publike është shprehur se hidrovori i qytetit ka funksionuar, megjithatë asnjë nga zyrtarët e bashkisë nuk ka dhënë sqarime në lidhje me këtë situatë përmbytjesh, pasi sipas banorëve, duke qenë se kaq vite nuk kanë parë përmbytje të tilla dhe me këtë intensitet të rreshtë dhe është e pashpjegueshme dhe megjithse të gjithë të qartë që ka ndodhur diçka vitin e fundit, kanë thënë ata, dhe që atëherë ne kemi filluar të përmbytemi. Ne kemi parë në fakt vjet se si është përmbytur jo vetëm zona e Ish-Kënetës që quhet atje, megjithëse ka dekada të tëra që nuk është më Kënet ajo, ka qenë bonifikuar, pastaj ndërtuar. Ne kemi parë se si u përmbyt qyteti i Durrësit, një qytetar humbi jetën atëherë pasi preku një shtyllë elektrike, ishin përmbytur gjitha rrugët e Durrësit. Po këtë herë pam si u përmbyt edhe Veliera në mes të Durrësit, jo vetëm zona aty jashtë qytetit. Dhe vërtet ashtu Klajdi, siç the ti, nuk shpjegon njeri që ndërkohë që thonë që punon çdo gjë, pse nuk ikën ujë atëherë prej 2-3 ditësh. Kjo është dhe le të themi dilema më e madhe dhe ajo që kërkojnë banorët e zonës së Kënetës dhe spitalet, por edhe qytetit Durrësi, siç e thatë ju, Durrësi jo vetëm në këtë rast ku le të themi ka përmbytje masive dhe dëme kolosale, por edhe gjatë kur ka pasur le të themi rreshje në shumë pak minuta e gjithë qyteti, rrugët e qytetit janë bërë të pakalueshme deri në momentin që rreshjet kanë punuar dhe gjithmonë Bashkia e Durrësit, një institucion i cili për të paktën 26 vitesh është drejtuar nga Partia Socialiste, ka vijuar të përmbytet edhe rrugët e qytetit, megjithse le të themi u propagandua para disa kohësh nga kryetari i Bashkisë për ndërtimin e hidrovorit i cili do të shmangte përmbytjet. Kjo gjë me sa duket nuk ka ndodhur. Duket se i ka sjellë përmbytjet. Kjo le të themi, kjo është një situatë më e rëndë. Ajo që ngjelet për këtuar parusa, siç e thash, është që Durrësi prej 26 vitesh drejtohet nga kryetari i Bashkisë të Partisë Socialiste, pikërisht ka qenë ish kryetari i Bashkisë dhe më pas ministri i Mjedisit Lefter Koka, i cili u pasua për disa vite dhe për disa mandate nga zoti Vangjush Dago. Më pas Durrësi le të themi kaloi një kalvar në ndërtimin e vendskretarëve deri në momentin e zgjedhjes së Emiriana Sako, e cila e ka mandatin e dytë dhe megjithatë, me gjithë propagandimet për investime, Durrësi vijon të përmbytet. Jo vetëm Veliera, e cila tashmë përveç simbol të protestave për dhe të miliona eurove të harxuara, mbetet edhe një simbol i përmbytjeve sa herë që ka shi në qytetin bregdetar, ndërkohë banorët për një moment sërish janë dalur në një tjetër kryqëzim në shenjë revolte dhe proteste dhe duke bërë thirrje të gjithë qytetarëve të Durrësit që të bashkohen me ta në këtë protestë për shkak të kësaj situate. Është një numër i madh qytetarësh siç shikohet, ndoshta edhe të tjerë pritet të bashkohen para Bashkisë së Durrësit, ndërkohë tashmë ka nisur sërish le të themi marshimi dhe protesta për të drejtuar drejt institucionit të Bashkisë. Të shikojmë nëse do të kemi një reagim nga zyrtarët e Bashkisë së Durrësit, nga kryetaria apo dhe nga vartës të saj, të cilët le të themi do të japin një sqarim këtyre banorëve, të cilët edhe vitin e kaluar, siç dëgjuam, janë përmbytur nga rreshtet e shiut dhe deri në këtë moment, pasi ka kaluar një vit, ende nuk kanë marrë dëmshpërblimin, megjithse punojësit e Bashkisë kanë shkuar dhe kanë inspektuar banesat e tyre për të evidentuar dëmet që janë shkaktuar nga përmbytjet dhe sërish teksa nuk ka marrë dëmshpërblimin e një viti më parë, gjenden në kushtet e njëjta me përmbytje dhe me dëme akoma më të mëdha, ndërkohë që dëmet e parë një viti le të themi që i kanë mbyllur me të ardhurat e tyre, me shpresën që e njëjta situatë që
kaluan vitin e kaluar nuk do të përsëritej, por me sa duket është përsëritur dhe me dëme më të